Partia Demokratike e Kosovës është e bashkuar, është unike. Edhe në kaluarën kom pas deklaruar që ndërnas në mënyrë masive votojnë për Partinë Demokratike të Kosovës. Ka pas të tillë që s'janë pajtu, po gjithmonë Partinë Demokratike të Kosovës ndërnas ku kanë qenë zgjedhjet lokale ka pas gara dhe mrena për mrena kam iniciativave, kandidatëve të ndryshëm në kuadër të Drenosit, ndërsa kur janë zgjedhjet qendrore, Partia Demokratike është unike, do të jetë unike, do të jetë e bashkuar, po jam i sigurt, dhe sigurisht se do ta maksimalizojmë votën për Partinë Demokratike në Drenas, që është një prej bastioneve të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe një prej komunave ku Partia Demokratike të Kosovës fiton numër të madh të votave. Më thonë, normalisht që gjithë ato tema diskutohen edhe në kryqësi, unë kam bërë publike që më taku edhe me zotin Ladrovci. Zoti Ladrovci është kryetari i komunës Drenosit, edhe ai vetë deklaron se unë jam PDK. A është PDK? Prandaj do të thotë pjesa dërmuese e qytetarëve të Drenosit janë PDK. Sa i përket vijave të kuqe, do të thotë për neve është më e preferueshme, më afër programeve tona politike, bindjeve tona politike, konceptuale, që t'jemi bashkë me partitë që kemi qenë të kaluarën herë në pushtet e herë në opozitë. Do të thonë, jemi më të afërt në aspektin programor, konceptual, me partitë që kemi qenë në periudha ndryshme kohore, edhe në qeveri, po kemi qenë mandatin e kaluar në opozitë. Do të thotë, po kjo puna vijave të kuqe mendoj që është mirë që mos me u vendos, sepse është tregu e dëmshme për vendin. E kuptoj interesin e partive politike, po gjithë na do të jemi sigur në ato që interesi i vendit, interesi i shtetit, është përmbi partive politike. Prandaj kur është interesi i shtetit, mendoj që ai është prioriteti kryesor. Unë e thash edhe më herë që edhe gjuhën cilën e përdorëm fushon, mendoj që duhet të jemi të kujdesshëm. Mos me ndiku që ky polarizim i shoqërisë me vazhdu edhe me udhërim. Te çështja e Drenosit, Ramiz Ladrovcin kërkush nuk e ka përjashtuar prej PDK-s. Unë nuk pa vendim që thotë zoti Ladrovci nuk është PDK. Nuk ka një diçka tillë mrena PDK-s, prandaj jam i bindur që ne bashkë gjithë do të vazhdojmë edhe të garojmë edhe të maksimalizojmë votën për Partinë Demokratike të Kosovës.